por në përshkallëzim në tyre të djeshëm në një akt urrëtie të pa përmbajtur, janë hedhur në oborrin e selisë Partisë Demokratike sasi të mëdha gazi lotësqellës dhe bomba tymuese. Ky përbën një agresion të hapur ndaj selisë Partisë Demokratike dhe pluralizmit. Me këtë rast, ju kërkoj të gjitha degve të bëjnë rikognicionin e plot të selive të Partisë Socialiste në çdo rreth. Dhe garantoj Edi Ramën se sulmet ndaj selisë Partisë Demokratike do sjellin sulme asgjësuese për selitë e Partisë Krimit në të gjithë territorin e vendit. Ndaj dhe hiq dorë nga aventura dhe provokimi i ulët, ne betejën e kemi me Edi Ramën si kryeministër i krimit, si kryetar i organizacës kriminale, por nëse ju sulmoni selinë e Partisë Demokratike, Partia Demokratike do të përgjigjet ju ashtu siç e meritoni. Hiq dorë nga sulmi i selisë për të mbrojtur krimet tua, vjedhjet tuaja. Partia Demokratike është një kryengritje paqësore. Asnjë antar i forcave të rendit nuk është gërvisht gjatë të gjithë protestave tona. Asnjë i vetër. Ato që kanë ngel në letër të vdekura janë komunikatat e prodës së krimit dhe të Sokol Bishkës, të cilët e kanë vendin me kohë në burg. Njeri tradhtari Gjergj Mehmetit ka lanë oficerin makinë për ta djeg banditët dhe ka shtuar lkurën e tij për ka tradhtuar detyrë të pavdekshëm Gjergj Mehmeti. Tjetër një bashkëpunëtor i ulët i bandave, një ushtari Gjysagasit, Isuel Çels dhe tropinëve. Ndaj dhe njëherë larg duart nga selia e Partisë Demokratike, se Partia Demokratike është në revolucionin e saj paqësor për të shpëtuar Shqipërinë. Miq, jehona e kryengritjes sonë paqësore mbrëm ishte më rrufeshme se kur ndonjëherë. Ndërkohë që kryengritja zhvillohej, agjencitë e lajmeve më të mëdha të botës, televizionet dhe mediat botërore transmetonin atë. Po unë do të veçoj sot para jush albumin e fotografive të agjencisë më prestigjioze në botë të fotografisë, Getty Image. Në albumin e saj, në disa nga fotot, ajo shkruante Shqipëria, vendi i zgjedhjeve të stilit stalinist. Në të tjera, kryeministri Hajdut dhe zëvendës kryeministri Hajdute, pra korrupsionin. Çka tregon se ju, të dashur kryengritës, i mbrojtët nderin e vendit tonë, mbrojtët nderin e shqiptarëve, dignitetin e tyre, u bët ftyra e vërtet e këtij kombi, në dallim nga ftyra e nxirje e Edi Ramës dhe pushtetit të tij. Pra, kauza është e drejtë, fitoria është e jona. Edhe njëherë, mirënjohje të pakufishme për të gjithë guximin trimërinë tuaj. Faleminderit, tani jam i hapur për çdo pyetje. Po vazhdoj me pyetjet, kemi shumë doktor. E nisim Muarrem Kurti, doktor përshëndetje. Ky regjim jo vetëm po na vjedh, por edhe po na helmon me gaz, siç na ndodhi edhe mbrëm.
Pyetja ime është, ç'do të bëhet me këtë regjim që nuk po shkulet prej 13 vitesh? A do të kemi një strategji tjetër më të fuqishme? Zoti Kurti, faleminderit për përgjigjen. Pa diskutim që strategjia jonë do vi duke u përshtatur dhe duke u fuqizuar, por duke mbet gjithnjë në platformën e kryengritjes paqësore. Sot, siç e shihni, janë 10 mijëra qytetarë që për të 4-ën herë me radhë mbushin sheshin dhe bulevardin. Por unë kërkoj mirëkuptimin e çdo qytetari, i cili ka mundësi të dalë, por e sodit nga televizioni protestën. Këta 10 mijëra qytetarë që mbushin bulevardin, a kanë të drejtë në protestën e tyre? A është një akt a është një akt kriminal të vjedhish qytetarët, duke të përdorish pushtetin për të vjedhur qytetarët dhe pastaj të mbrosh, të bësh ligje apo të bllokosh drejtësinë ku ajo dëshon të veprojë? A është e pranueshme heshtja në këto raste? A nuk është thirrje, ndërgjegje qytetare për secilin, pavarësisht nga bindjet që ka, i majt, i djathtë, pa parti, indiferent, që të dalë si qytetar për të dëshmuar shqiptarëve dhe botës se ai nuk pajtohet kurrë me këtë gjendje. Ndaj Zoti Kurti, ne duhet punojmë për të bindur për kauzën e drejtë, kauzë absolutisht jo partjake, kauzë thellësisht qytetare. Imagjinoni pak në qoftë se këta 10 mijëra qytetarë nuk do kishin mbushur për të 4-ën herë me radhë bulevardin, dhe në qoftë se mediat ndërkombëtare nuk do kishin dhënë në mënyrën më dashamirëse dhe më të plot këtë përpjekje, se si do u dukeshim ne shqiptarët botës. A është kjo një çështje nderi dhe dinjiteti kombëtar në rrafshin moral, por në rrafshin tjetër është një çështje e interesit të çdo qytetari. Çdo qytetar, edhe ai që e din dhe ai që s'e din, është i vjedhur nga këta qeveritarë. Ndaj dhe ne